Një tjetër hap në luftën tregtare midis SBA-s dhe vendeve të tjera është shënuar me hyrjen në fuqi të tarifave të reja nga administrata e Donald Trumpit, që përfshin rritjen e taksave deri në 104% për mallrat kineze. Këto masa vinë në një kohë kur tensionet midis Washingtonit dhe Pekinit janë të larta dhe vendet përfshihen në një lojë me aksione të mëdha dhe rrezik për destabilizim ekonomik global. Përveç Kinës, që është goditur më së shumti nga këto tarifa, norma të reja për importe nga ekonomitë si Bashkimi Evropian dhe Japonia janë rritur gjithashtu, duke pasuar një rritje të shpejtë të tarifave 10% që tronditën bursat dhe tregjet globale. Pas hyrjes në fuqi të tarifave, që shkaktuan një ndikim të rënd ekonomik, pasojat kanë qenë të dukshme në tregjet financiare, me humbje të mëdha kapitali në bursat globale, veçanërisht në Australi dhe Taiwan, ku aksionet kanë pësuar rënjen më të madhe në muajt e fundit. Kina ka reaguar duke premtuar kundërmasa hakmarrëse, përfshirë një tarif prej 34% ndaj mallrave amerikane, që do të hyjë në fuqi të enjten dhe ka bërë të ditur se nuk ka ndërmend të tërhiqet nga lufta tregtare. Ndërkohë, Trump ka theksuar se administrata e tij po punon për të arritur marrëveshje të përshtatshme me partnerët tregtar, duke i dhënë përparësi aleatëve të SBA-s si Japonia dhe Korea e Jugut. Në një përpjekje për të qetësuar pasojat ekonomike, shefja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka paralajmëruar kundër përshkallëzimit të mëtejshëm të tensioneve tregtare, duke theksuar rëndësinë e stabilitetit për ekonominë globale dhe nevojën për të shmangur një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit. Ky zhvillim ka pasur pasoja edhe në tregjet e këmbimit valutor, ku oni i Koresë së Jugut ka rënë në nivelin më të ulët ndaj dollarit që nga viti 2009 dhe juani kinez gjithashtu ka shënuar një rënje historike kundrejt dollarit amerikan. Për të menaxhuar pasojat ekonomike, Banka Qendrore e Indisë ka ulur normat e interesit për të lehtësuar kushtet sfiduese të ekonomisë globale.